Sot do t'ju sjellim një video pak më ndryshe. Pak momente qetësie shumë pranë Tiranës. Por ku ndodhemi? Do të nisemi nga Tirana drejt fermës 100, vetëm rreth 20 minuta larg qytetit. Sa po të mbërrini, do të gjeni një parkim të madh dhe mbi të gjitha, falas. Qetësi, relaks dhe ajër i pastër, larg zhurmës dhe ritmit të përditshëm të qytetit. Një ambient familjar, me hapësira të bollshme, ku mund të shijoni natyrën në maksimum. Arsyeja kryesore pse erdha ishte fusha e mrekullueshme me luledielli, e cila hapet çdo vit dhe është kthyer në një nga vendet më të preferuara për fotografi. Sigurisht, nuk mund të largohesh pa bërë disa foto aty. Le ta shijojmë së bashku këtë pamje. Përveç fushës me luledielli, në fermë do të gjeni edhe disa kafsh, si lop, kuaj dhe disa lepuj, të cilët e bëjnë eksperiencën edhe më të bukur, sidomos për fëmijët. Ky është një destinacion ideal për familjet. Fëmijët kanë hapësira ku mund të luajnë, ndërsa ju mund të relaksoheni duke shijuar një kafe mes qetësisë së natyrës. Nëse ju hapet oreksi, restoranti i fermës është gjithashtu në dispozicion me gatime të shijshme. Unë zgjodha të shijoja një kafe dhe thjesht të qetësohesha. Ka diçka te fshati që të largon menjëherë stresin e përditshëm. Qetësinë që të fal natyra nuk ta zvendëson asgjë. Qëndruam deri në perëndimin e diellit, duke shijuar çdo moment. Dhe u larguam me një ndjesi relaksi dhe me premtimin se do të rikthehemi përsëri.